se për ndryshe, bota shihet në format ndryshme. Zakonisht... Unë të kom pa të bo kafe, qytetin e një cepum cep. Dhe më thonë, gjithë shka e din në formën ma të mirë në shtatë, ose do këtë tamën në formën reale. Qysh po më rrinë me e ba? Me gjithë se 1% do këtë e kesh i Unë e kom vetëm më pak se 1%. Po jo. Me gjithë se këto përqindjet, unë e shpesh thëmë shkenca... Nuk e di, unë 1% shumë fare të vogël. Po jo, nuk do më thonë përqindja, sa është zhvillimi i intuitës edhe instinkteve të njeriut. Do më thonë, ne si personat verbër, apo unë si personi verbër, intuitën edhe instinktet i kom shumë zhvillume. Prandaj, intuita edhe instinkti, do më thonë, e krijon një imagjinat edhe një percepcion për tejmë. Kështu që edhe unë, do më thonë, në bazë të instinkteve të mija, që kom punu të anko. Po, njeriu, sa të është gjallë, do më thonë, du të me punu. Se edhe, normal, kur punon, edhe imagjinata zhvillohet, edhe instinkti, edhe perceptimin ndjor, do më thonë, ne kemi shumë, do më thonë, theksum. E kështu që unë, do më thonë, perceptimin ndjor e kom shumë zhvillum, edhe theksum. A të ndodhë më të derdhë kafja në i hera kur? Ra dhe për malë. Bashkë dje pota me mamin muhabetin. Jam shumë person kushtimisht e kujdesme. Kam qef me bo çdo gjë kështu në vija, din. Edhe kur... As nuk e ki sfid me bo kafën? Ja, absolut, për mu. Si kur kjo që thojnë, që thojnë Kosovë të na si kryp e kep. Jo, nuk është një ndër knatësitë e mia kur dikuj unë ja zgjeni kafe me shefin tim me duart e mia të arta. A e pi kafen me sheqer apo pa sheqer? Valla, pa i pak sheqer du të me i hedhe se... Gjuna dhe sheqeri me... Ta sheqeri për e dashy dhe... Ndashta është një produkt industrial, edhin, po neshe si do qoftë me e përdor nga pak. Janë gjitë dorën edhe industrisë. Edhe industrisë janë gjitë dorën nga pak, me që Zotin e ka... Se harro me thonë veç pak, a guzej me dalë qëtu? Zoti, gjdo njeri e sfidon me atë sa mundet me përballu. Feks. Shtu që edhe unë si njeri, e tash nështë të dole për temës në temë, po nështë... Qa probleme da shumë? E s'pëkmusim për përvazhdojnë. Dhe më thënë, Zoti i sfidon njerëzit me atë sa ka mundësi me përballu, edhe ja jep çdo mekanizëm me ato që mundet me vazhdu, me funksionu në jetë. Apo punon nuk ka dikun tash? Urdhë? A jetu punu dikun? Une për momentin nuk përpunoj, po thjesht jam me një projekt, si psikologe me një organizatë gjermane, edhe punoj dhe me thonë me personat me aftësi të kuizuar, edhe me disa prindër kështu, nga pak e qka punojmë dhe me thonë, si terapiste këshillimore. Qka punojmë dhe me thonë, do të me u mundu nga pak që me o ngrit vetë besimin edhe atyre, prindve cilët kanë frikë që e kanë një person me aftësi të kuizuar në shpe. Se edhe prindi edhe rrethi më i afërt i një personi me aftësi të kuizuar ka stigma për të afërmit e vetë që e kanë shpe. Andaj këto jam duke punuar dhe më dhe pak nga pak, që me mujtë me një farforme, me ngrit vëdisimin, me largu dhe më thënë atë sjelljen infantile ndaj të arritur të persona me aftësi të kuizuar. Për shembull, kemi persona me aftësi të kuizuar që ju ushtrohet akoma autoritet pe prindërve për shembull. Janë moshë madhore, po akoma ndjenë vetën infantil për shkak të ushtrimit diktator, mos të në diktator, po autoritator. Autoritiv, ose që shme thonë, që ju ushtrohet. Do më thonë me i largu këto sjelljet infantile ndaj persona me aftësi të kuizuar të rritur. Se edhe pse jemi persona me aftësi të kuizuar të rritur, kemi ndjenja edhe jemi si gjithë të tjetë, edhe ndjem vetën moshë madhore, ndjem edhe ne pjekurin si çdo njeri tjetër, edhe ne kemi nevojë me jetu jetën e lirë si çdo njeri tjetër. E prandaj pak nga pak po mundona me luftu këtë dukuri, po shpresoj që